fiset e gjindëve, krijesat e padukshme. Në botën që ne shohim çdo ditë, ekzistojnë male, dete, njerëz dhe kafsh. Por sipas besimit islam, kjo nuk është e vetmja botë që Allahu ka krijuar. Ekziston edhe një botë tjetër, një botë që ne nuk e shohim me sy, por që ekziston paralelisht me tonën. Këto janë gjindët. Në Kur'an, Allahu e përmend qartë krijimin e tyre. Ne e krijuam njeriun nga balta e tharë, ndërsa gjindët i krijuam më parë nga zjarri pa tym. Kjo do të thotë se gjindët janë krijesa reale, të krijuara nga Allahu, por natyra e tyre është ndryshe nga ajo e njerëzve. A jetojnë gjindët në fise? Sipas dietarëve islam dhe haditheve profetike, gjindët nuk janë krijesa të shpërndara pa rregull. Ata jetojnë në grupe dhe komunitete, ashtu si njerëzit. Ata kanë fise, familje dhe pasardhës. Madje Kurani tregon se edhe gjindët kanë mes tyre besimtar dhe jo besimtar. Në surën Gjind, Allahu përmend fjalët e disa gjindëve që dëgjuan Kuranin dhe besuan. Ata thanë, ndër ne ka të drejtë dhe ndër ne ka të padrejtë. Ne jemi në rrugë të ndryshme. Kjo tregon se edhe në botën e tyre ekzistojnë grupe dhe ndarje ashtu si te njerëzit. A janë të rrezikshëm gjindet? Shumica e dietarëve islam shpjegojnë se gjindët nuk janë të gjithë të rrezikshëm. Ashtu si njerëzit, edhe ata ndahen në kategori. Disa janë të mirë dhe besimtar, ndërsa disa janë të këqij dhe rebel. Gjindët më të rrezikshëm njihen si shejtan. Ata përpiqen të largojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Në Kur'an, Allahu paralajmëron: me të vërtetë, shejtani është armik për ju, prandaj trajtojeni atë si armik. Ky paralajmërim është një kujtesë se ndikimi i tyre është shpesh shpirtëror dhe psikologjik. Si përpiqen gjindët të ndikojnë tek njerëzit. Në shumë hadithe, profeti Muhammed alayhi salam ka treguar mënyrat se si shejtanët dhe gjindët përpiqen të afrohen tek njerëzit. Një nga mënyrat më të zakonshme janë veseveset, pra përshpëritja e mendimeve negative në zemrën e njeriut. Në Kur'an thuhet: ai është nga e keqja e përshpëritësit që tërhiqet, që përshpërit në zemrat e njerëzve, qoftë nga gjindët apo nga njerëzit. Kjo do të thotë se ndikimi i tyre ndodh shpesh në mënyrë të padukshme përmes mendimeve dhe tundimeve. Vendet ku qëndrojnë gjindët. Hadithet tregojnë se gjindët preferojnë disa vende të caktuara. Profeti Muhammed alayhi salam ka përmendur se gjindët shpesh qëndrojnë në vende si vende të braktisura, shkretë të tira, banjo dhe vende të papastra. Për këtë arsye, profeti alayhi salam na mësoi që para se të hyjmë në banjo, të themi një lutje: O Allah, kërkoj mbrojtje tek ti nga gjindët dhe shejtanët. Kjo është një mënyrë për të mbrojtur nga ndikimi i tyre. A mund të shohin gjindët njerëzit? Kurani përmend një fakt interesant për këtë krijesë. Allahu thotë: ai, shejtani dhe fisi i tij ju shohin nga aty ku ju nuk i shihni. Kjo do të thotë se gjindët mund të shohin njerëzit, ndërsa njerëzit zakonisht nuk mund të shohin ata. Kjo është një nga arsyet pse ata konsiderohen pjesë e botës së padukshme. Islami nuk e mëson njeriu të jetojë me frikë nga gjindët, përkundrazi, ai jep mënyra të qarta për të mbrojtur. Dietarët përmendin disa prej tyre: leximi i ajetit Kursi, leximi i sureve El Felek dhe En Nas dhe përmendja e Allahut gjatë ditës. Profeti alayhi salam ka thënë se kush e lexon ajetin Kursi para se të flej, Allahu i vendos një mbrojtje dhe shejtani nuk afrohet deri në mëngjes. Historia e gjindëve është një kujtesë se krijimi i Allahut është shumë më i madh se ajo që ne shohim. Ne jetojmë në një botë fizike, por Islami na mëson se ekziston edhe një botë tjetër, e padukshme. Një botë me krijesa që kanë jetë, zgjedhje dhe përgjegjësi. Por pavarësisht nga kjo, Kurani na kujton një gjë shumë të rëndësishme. Gjindët nuk kanë pushtet mbi njeriu që mbështetet tek Allahu, sepse mbrojtja më e madhe për besimtarin është gjithmonë besimi dhe përmendja e Allahut.